محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vetëm Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, jemi tash në sezonën e verës, një sezon paksa më e veçantë prej sezonave tjera, që është një sezon që nuk karakterizohet vetëm me nxehtësinë e madhe që ka, por është sezon karakteristike sepse është një sezon e pushimeve dhe zakonisht ne këtu i quajmë pushimet verore. Dhe ma merr mendja që secili prej nesh në një mënyrë apo tjetër ka bërë disa përkatitje, jo tash, por pak më herët, për familjen dhe për ma të dashurit e tij. Sepse sezoni e verës nuk është sezon me ndejt njeriu natën e me flejt ditën, edhe pastaj kur zgjohet me kalu në për kafeteri me ndru pe njënës në tjetrën, edhe me shkue gati thuj se 2 muaj, apo edhe më shumë se 2 muaj me shku këtë fare e pa përfitu fare prej tyre. O shumë normale që fëmijët tanë kërkojnë prej neve diçka me ju ofruan këtë sezon të nxehtë. Dhe shumë kush ndoshta e ka bërë ndonjë projekt që është i arsyeshëm për të dhe familjen e tij. Mirë po, ndoshta dikush tjetër s'ka bërë kurfar projekti. Andaj, çfarë t'ju ofrojmë familjarëve tonë? Si me i kalua këta muaj të nxehtë të verës? E kuptoj që një pjesë i kanë kushtet ekonomike, do të shkojnë në vende të ndryshme, do të freskohen në deti apo dikun tjetër. Edhe pse do të me pas parasysh të nderuar vëllezër, mos e shkatroni krejt ato që po e ndërtoni brenda vitit, sepse dikush punon ndoshta me familjen gjatë gjithë vitit, dhe vjen një moment pushimet me shku në deti, hela kur i qën veten, hela kur i qën gruën, vajzat edhe djemt, dhe krejt ato që ka punu për 11 muaj e prish për 10-15 ditë. Nëse keni mundësi, keni kushte me shku në vende që janë ato pishinat enkas për burra dhe pishinat enkas për gra, ku nuk ka përzije të gjenive, ku nuk ekspozohet harami, ku i ki sytë rahat, në rregull është, sepse deti nuk është për kafshët, po për njerëzit. Mirë po shfrytëzimi i detit në varet se kush dhe si po e shfrytëzon atë. Pra, kuptojeni, në esencë deti është halal. Në esencë deti, liçeni, lumi është halal për me u freskuën të. Mirë po mënyra se si po menaxhohet, mënyra se si po shfrytëzohet, mundet me qenë halal e mundet me qenë edhe për dikën haram. Andaj, ata që kanë vendos me shku me familjet e tyre në për bregdete të ndryshme, duhet me kuptu qartë se Zoti është edhe atje, kudo që t'jesh. Feja islame është edhe atje. Obligimet nuk pushojnë, janë të njëjtat, sikur ato obligimet që i kje kur je në vendin apo në shtëpinë tënde. Andaj,
keni frikë Allahun, se si po e shfrytëzoni këtë begati, se edhe deti është një begati. Bile Allahu Teala thot se u a kanë nënshtruar juve detin, do të thotë ajo është shërbim tonë, na veç do të më shfrytëzojë. Edhe ato çfarë kanë deti, ato ushqimet e detit, Allahu i ka nënshtruar për neve. Vetëm se na do të më shfrytëzojmë i nxirr ato prej detit. Mirë po, të nderuar vëllezër, një projekt që do të më pas parasysh të gjithë. Edhe këto nuk bën asnjërit me laik. Është një projekt shkencoro-fetar. Pas një kohë, dikun 10 muaj që djemtë edhe vajzat tona, nipat edhe mbesat, kanë lexuar në për shkolla, kanë mësue, është pak koha me i mbyll ato librat shkollore, me ju kthy disa librave tjerë, që janë libra fetare dhe libra shkencore, dhe me lexu diçka tjetër vullnetarisht. Sepse shumica e fëmijëve sot, për shkak notës, për shkak të testeve po lexojnë. Pak ka fëmijë që mësojnë edhe lexojnë për me u ngrit intelektualisht, apo për me u formu, mu bosi brum, i shëndosh, brum, i bereqetshëm, sepse nuk e kanë inteligjencen edhe nuk e kanë vetë dijen krejt njëjtë. Andaj qka, tash do të mi ofru vllazën diçka të veçantë, që po e thëmë me keq ardhje, ende shkolla tona nuk o afrojnë fëmijëve tonë. Ende Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk e ofron një gjatë të tillë. Çka është? Është një libër i veçantë që Zoti e ka veçuar prej librave të tjerë, që gjithë e dini, Kur'ani, që nuk mësohet fare në shkolla. E fatkeqësisht nuk mësohet as në shtëpitë e disave prej besimtarëve musliman. Andaj është koha tash këtë projekt ideal, këtë projekt të bereqetshëm me ja ofruar fëmijëve, edhe çka me shfrytëzu kohën për mësimin edhe leximin e Kur'anit, edhe kuptimin e Kur'anit, edhe me nxjerr disa mesazhe për këtë kohë të shkurtër. Edhe ne këtu si xhami, edhe Këshilli i Bashkisë Islame në Prishtinë, edhe Bashkia Islame e Republikës së Kosovës, në kryeqytet edhe në qytete të tjera, po edhe në përfshatna i kanë hap dyert e institucioneve fetare, dyert e xhamiave, medreseve, që t'i freskojnë fëmijët tonë me njohuritë islame. Dhe Këshilli i Bashkisë Islame këtu në kryeqytet, prej datës 30 qershor deri 11 korrik, e organizon një kurs intensiv. Një kurs intensiv për fëmijët tonë nga mosha 7 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare. Dhe kursi organizohet në medresen Alaudin këtu në Prishtinë. Andaj kush ka mundësi dhe ka fëmija, po ka nipa dhe mbesa, le t'i qojnë, le t'i regjistrojnë atje, dhe është një ekip i hoxhallarëve të nderuar, të përkatitur, profesionalisht, të cilët do t'jenë mësuesit, do t'jenë udhëzuesit edhe këshilluesit e këtyre fëmijëve. Po ashtu edhe xhamia jonë edhe xhamia tjera janë të hapura, na do të më bërë altë ashtu edhe me pranua se cilë e përgjegjësi që e kemi. Nuk është e vërtet që fëmija nuk po kanë dëshirë me mësu në për xhamia, po është e vërtet e madhe që prindët s'po kanë dëshirë që fëmijët e tyne me mësu fenë. Qysh po ka mundësi me marë fëmin e me qu ka mës, edhe disa i detyrojnë, i obligojnë edhe me punu punë, ndështë edhe fizike, e shtëpijake, ku ta dione, e s'pas ka mundësi me bind fëmin për me shku me mësu fjallën e Allahut edhe fjallën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të më tregu fëmijëve se ky libër që kemi në shtëpi, nëse e keni të gjithë, Kur'ani është libër që do të me u lexu, jo me u lënë në raft atje, ose me u fut atje në për sirtar, në për fijoka. Sepse Allahu Teala s'ka thonë për Kur'anin me lanë aty, edhe me braktis, sepse kanë fillu heret musliman kanë fillu me braktis Kur'anin. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, i dërguari tha o Zot, popullim e kanë lënë anash, popullim e kanë braktis Kur'anin. Kur e kanë braktis ata përpara, që po jo merr mendja se kanë braktis te na. Andaj çka do të më tregu, më i thon, do të më marr se ky është një libër leximi. Një libër i jetës, një program që ka përzgjedh krijuesi për krijesat, dhe më i tregu se fjala e parë aty është Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili të ka krijuar. Po ashtu të nderuar vëllezër, me ofrua dhe libra të cilat flasin për pejgamberin alayhi salatu wassalam,
përkën për jetën, për biografinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me ja mësu disa hadithe, disa thanje të shkurtra, por do me thonëse, sepse vllazën pak e shkuptim, ju që keni kaluar 30, 40, 50, ndoshta një thanje të pejgamberit do të me lexu 3-4 herë, 5 herë deri në 10 herë për me shtin kokë, e pastaj keni me harru shumë shpejt. Ndërsa tek fëmijët ka mosha 7 vjeçare deri në 10, nëse a mësën një fjalë të Zotit apo të pejgamberit, dije se e ke gdhend nguri. Këta që jenë mosh rritur, këta e shkrujnë, ajo mundet me u tret, edhe mundet me u fshimin e gomë. Amo kur e gdhend mirë, nguri, ajo mbetet. Dhe mos harroni kur njëherë, nuk ka kohë ma ideale për me mësu Kur'anin. Fëmive e për me mësu hadithet e pejgamberit s.a.s. se sa në moshën rinore, se sa kur janë të vegjël, se sa kur janë të pa djallëzuar, se sa kur janë dhe me thonë të lirë dhe të pastër nga çdo ngarkesë, kur e kanë zemrën e mirë. Andaj, fjala e mirë e Allahut, fjala e mirë e pejgamberit, mas shumë ti gjenë vend në zemrën e mirë. Se kur është zemra e mirë, e thithë e absorbon shpejt fjalën e Allahut dhe pejgamberit. Po kur është zemra e keqë, është bëhe zezë, se gjënohet një nga një pika e ka mush zemrën. Dhe me thonë, me pika të zeza, kur vjen fjala e Allahut, zemra se pranon. Për ata disa kur e dëgjojnë Kur'anin, ma përshtypje ju bën një këngë, një tekst që ka shku një autor evropian, se sa fjala e Allahut apo fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj të nderuar vëllezër, vera është një kohë ideale edhe për projekte tjera. Dhe një prej projekteve që mundet me qenë shumë i rëndësishëm gjatë verës është projekti social, me u socializu me njëri tjetrin. Është kjo sezon të është 2 muaj që na vinë edhe vëllezërit edhe motrat nga diaspora. Edhe na do të me qenë pak ma zemërgjon, sepse kur kemi pas shumë nevojë për ta, në vitet e 70, 80, 90, për 3-40 vite, na kemi përfituar prej ndihmave të tyre. Dhe çdo familje që ka përparuar deri në vitin 99 zakonisht, shumica aty janë lidhur me diasporën. E kush nuk ka pas kërkon jashtë, zakonisht ka mbet kjo kategoria më e ulët ekonomikisht. S'kan mujt as me ndërtu shtëpia, as me ble banesa, as me ble toka, as me ble kera, s'kush gjë. Me nzi kam bjen tua. Amo nëse një apo 2 ka pas jashtë, çka është pa me njëherë kjo familje është ditë se dikën e ka jashtë. E kush kanë ata jashtë? Vllazët edhe motrat tona. Andaj çka na ju dëshirojmë mirëseardhje. Ata në fakt po vinë për shtëpitë e tyre në vendin e tyre. Mirë po na duhet me qenë afër tyne dhe me u socializue na këtu me ata. Edhe çka me bo takime familjare. Na çka jemi këtu me ata që kanë ardhur prej diasporës, edhe çka jo veç me u pa, po me u njoftu ndërmjet veti, me i tregu këto e ki djalë agje, këto e ki djalë tezeje, këto djalë halle, këto e ki kushërin e dyte, këto e ki tretine, me u afru afër njëri tjetrit, e me u njoftue. Sepse që ky trendi global që është ftohja raporteve familjare, farefisnore, na ka prek edhe neve. Edhe ka raste që dikujt i vjen familjari prej Evropës edhe rrin 2-3 javë, 1 muaj ditë, as nuk e takon, as nuk e telefonon, as një kafe, as një çaj me të nuk e pin. Andaj çka, me qenë afër njëri tjetrit edhe me ja mësue fëmijëve familjarët apo familjen edhe farefisin kanë dhe me i njoftue. Pastaj prej projekteve tjera të rëndësishme të nderuar vëllezër, është gjatë verës me bo një projekt humano-solidar. Që do të thëtë kjo? Pra me i marë fëmijët, me marë gruen, me i marë familjarët, edhe me dalë, edhe me pa kush ka krizë, kush ka nevoj për ushqim, kush ka nevoj për pije, kush ka nevoj për veshmbathje, kush ka nevoj për diçka tjetër, kush është i smur, me i mësu fëmijët, sidomos këta që vinë për i diasporës, me i marë fëmijët, edhe me i pa ata gjendjen qysh e kanë një pjesë e vogël e popullatës sonë. Dhe nëse ti i merë fëmijë tash, edhe o mësën humanitetin, solidaritetin, i mësën me kombojar, me dhonë, ata kur të rriten e kanë terenin dhe me thonë përkatitur. E jo dikush i ka bo 30-40 vjetë
njët vetë nuk e din 1 euro sadak, qysh ipet, as nuk di që ka nevoj, as nuk i shkon mendja që do të me qenë human, do të me qenë solidar. Pse? Se nana dhe baba se kanë mësu kur. E ti do të me mësue, unë tash po shoh pak fëmi këtu, shumë pak, po ti do të me mësue fëmijën tënë që me dhanë, e sidomos në ditën e xhumas, se nuk ka sadakaja njëjtë si kur të shtunën, si të dilën, si të hanën, e si të xhuman. Xhuman është me e mirë, edhe me e dashur tek Allahu te bareke ve taala. Me mësu me u përkujdes për të tjerët, edhe me i pa ato familje që janë në krizë, edhe me i thona e shefo i bia ime, e shefo biri im, na çfarë jetet mire kemi, sa të mira na ka dhënë Allahu, sa begati kemi në familjen tonë, këshuri njerëzit, s'kan kullu mi kokë, s'kan me hangër, s'kan me pi, s'kan rroba të reja, këtë rrobat e vjetra të leckosura, sepse këtu përveç që e shfaqe, manifeston humanitetin, solidaritetin, ju ndihmon nevojtarve, këtu e ngrit vetë dijen e familjes edhe i bën familjen çka? I bën familjen ma falenderoj, thojnë elhamdulillah, o Zot, po të falenderojmë që na i paskallon të na të mirat, sepse disa po të regojnë kur po i qojnë gratë dhe fëmijët e këto familjet që janë me krizë ekonomike, të familjet e varfëra, apo të këtë smurët, po thojnë u rënqethen, u shtangen, se qysh pas ka kësi njerëz edhe kësi familje është vendin tonë Kosovë, e ta shka janë bo ma falenderues, janë bo ma mirë njës, edhe shka janë ma të interesu me kontribu edhe me dhamë. Pastaj një projekt tjetër të ndëruar vëllezër, është projekti turistik, me marë familjen, me dalë, me vizitua vende të rëndësishme, vende që kanë domethënie, vende historike, edhe që kam ju të regu fëmijëve për të kaluarën tonë, se si kemi kaluë, se si kemi qenë, edhe se kemi ardhur deri këtu. Edhe me ju të regu për ata të cilët kanë kontribue, për ata luftetarë, për ata dëshmor shahid të cilët kanë sakrifikue jo vetëm pasurinë, po edhe jetën e disa prej tyre dhe këtë familjen që ky vend, kjo Kosovë e dashur sot jetë e lirë. Ju tregu atyre se kështu nuk na ka ardhur prej qiellit, po janë bë sebeb. Zoti ka caktuar dikush më bë sebeb dhe me vizitua ato vende, që kanë domethënie, edhe më shpjegu fëmijëve domethënien e atyre vendeve, edhe ngjarjeve të rëndësishme historike. Andaj vllazën, mundoheni, nëse gjatë gjithë vitit keni qenë larg njëri tjetrit, tash kur keni pushimet, me u organizu me qenë afër njëri tjetrit, edhe me u mundu pak me ndryshue atë rutinën që e kemi trashëgue gjenerat mas gjenerat e verës veç me nej që aty kamen mi kam, edhe me thonë as po punoj, as po lexoj, as po bëj ato, as këto. Pra duhet me qenë aktiv, mirë po jo në ato që kemi qenë aktiv gjatë gjithë vitit, mirë po në diçka tjetër që gjatë gjithë vitit ndoshta kemi qenë pasiv, nuk kemi qenë aktiv. Allah na ndihmoft neve dhe juve me shfrytzu këtë sezon të begatshme, sezonën e verës, edhe na mundsoft Allahu neve dhe juve me përfitue prej kësaj kohe të lirë, sepse besimtarët musliman që shka të regu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam janë të pakujdesshëm. Janë të pakujdesshëm dhe nuk ju bjen mend derisa ta humbin atë kanë kohën e lirë. Janë të pakujdesshëm. Kur e kanë kohën e lirë se shfrytëzojnë, janë të pakujdesshëm ndaj shëndetit. E kur smurën pastaj ju bjen mend tek shumë bë këta apo tek shumë bë ata. Shumica jeni tri këtu, apo shefni? Krejt kur t'i bëni 60-70 keni thonë, ti kisha pas 30-40. Po që tash i keni 20, 30, 40, 50. Pse s'po bën që tash? Pse pelen mas 30 viteve. Tash e ki kohën. Kë nuk do të thotë që 10 vjetit s'do të me bë mirë, po 30 sidomos do të me qenë shumë aktiv tash. Andaj shfrytëzojeni rinin para pleqërisë. Shumë që kanë pas pare s'kanë dhonë tash po thonë, ti kisha pas pare që i kun pas vitet e 80, 90 me kontribue. Pse s'po kontribuoni ju që i keni tash? Pse peleni me thonë, inshallah nuk ju vjen kriza ekonomike, po kur të vjen kriza ekonomike, mas 20 vjetë, kisha kontribu me regullu qëtë rruga, me regullu qëtë xhamia, me regullu ato, po te e pate mundësi. Kështu që shfrytëzoni pasurin para varfrisë. Edhe në fund vllazën, po harrojmë këtë që kemi vdek, shfrytëzoni jetën para vdekjes. Shfrytëzoni jetën para vdekjes, sepse ajo është proces i natyrshëm, edhe pse dikush nuk e dëshiron, dhe ka me na gjetë edhe neve, edhe juve, po inshallah na gjenë në gjendjen më të mirë, duke qenë Allahu i kënaqur me neve. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft dhe
me shfrytzu këtë sezon të nxehtë, sezonën e verës në punë të mira dhe të mara. Allahu na lehtësoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pastaj vllazën punon edhe për botën tjetër. Na nuk kemi prej atyre që i njerojmë tërësisht këtë botë, se vetë Allahu na ka mësue. Vetë Allahu na ka mësue me bë lutje, me bë dua për të mirat e dunjas. Për ata dhe Ibn Mesudi dhe shokët e tjerë pejgamberit alayhis salatu wassalam tregojnë se prej duave që më shumë e ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, prej duave që më shpesh e ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, është një dua që të gjithë e dini edhe e neglizhoni, nuk e thani. Cila? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Këtë e ka thonë më shpesh edhe më shumë ti pejgamberi alayhis salatu wassalam. Çfarë do të thotë? O Zoti ynë, na jep të mirat e tua të dunjas dhe na jep të mirat e tua të ahiretit dhe na ruaj nga zjarri i xhehenamit. Vllazën, të mirat e dunjas hin gjitha. Rreziku hin këto, gruaja hin këto, fëmia hin këto, pasunia hin këto, shkollimi hin këto, shëndeti hin këto, autoriteti, pozita, gjitha. Edhe i thu Zotit, o Zoti im, mi jep të mirat e dunjas, nuk i nevojë me arrëndit atë një 15-20, se prap kemi harru diçka. A mos si ti përmbledh kështu. Mirë po i thua Zoti, mi jep edhe të mirat e ahiretit, botës së amshuar, edhe më mbroj nga zjarri i xhehenamit. Andaj mos i jepni përparësi asaj që është e shkurtër, kalimtare, edhe pse Zoti po na këshillon, po na mëson, po thotë wala tansa nasibaka min ad-dunya, mos e harro atë hisën që ke në dunja. A mos apo thotë walal akhiratu khairun wa abqa. Mirë po çka? Ahireti, bota e amshuar është më e mirë dhe është e përjetshme. Amo ju çka po thot Allah? Bel tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Amo ju po japni përparësi. Ju po japni përparësi, ju po e dani, ju po përkushtoni më shumë për kënd, për jetën e dunjas. Amo jeta e ahiretit është ajo e rëndësishmja. Se atje është çka? Atje është ajo jeta e amshume, apo atje është jeta e pafundme, nuk ka fund. Atje njeriu është për gjithmonë. Andaj të punojmë për këtë botë aq sa do të jemi në te, dhe të punojmë për botën tjetër aq sa do të jemi atje. Inshallah Allahu na e lehtëson edhe na mundson me punu për dunja aq sa jemi në te, e me punu edhe për ahiretin që jemi atje në pafundësi. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe na ruajt nga të këqijat edhe keqbërësit, edhe sprovat, edhe belat të cilat mund të na godasin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.